tash është koha, si që kemi paralajmëruar në fillim të emisionit, që të jemi me debatin në studio, ku do të flasim për kujdesin ndaj vetës. A është disiplinë apo diçka e tepruar? Meqenëse se sot gjatë ditëve të sotme po shohim shumë kritika, shumë komente, qoftë nga ekspertët, po qoftë edhe nga njerëzit e tjerë për personazhe të ndryshme publike, por edhe jo ato publike, për të themi në thojza teprimet që po i bëjnë me kujdesin ndaj vetës apo me ndërhyrjet estetike. Në studio kam Alban Krasniqen, e cila është stomatologe dhe esteteiste. Në lidhje direkte do ta kemi Alketa Aspahiun, aktiviste, e po ashtu pas pak me neve në studio do të jetë edhe Nora Goga. Po du me nisë me Albanën, me na tregu pak a shumë rreth kujdesit ndaj vetës. A është disiplin apo po kalon në një kujdes të tepruar? Apo në diçka të tepruar? Kujdesi ndaj vetës është përgjegjësi e secilit individ, Liridon. Nëse secili individ i kushton kujdes në suaza të normale, pa u varë prej tjerëve, ose pa kriju varësi tek vetja, atëherë ajo është një faktor shumë i rëndësishëm për shëndetin e njeriut, si në anën mendore ashtu edhe në anën fizike. Mirë, po nëse kalojmë tek pjesa e teprume, po flak se ndërhyrjet e estetike më shumë, atëherë ajo krijohet një varësi e cila është shumë vështirë për ta eliminu këtë pjesë pastaj. Po pse po ndodh ky fenomen, Albana? Me një farë forme në kohëve të fundit po e shohim që ka kaluar në një diçka të tepruar. Të paktën ashtu po komentohet. Fatmirësisht këtë kohë kanë filluar çato ndërhyrje estetike që t'i bëjnë janë gjithmonë më në suazat normales, krahasu me 2-3 vite më herët. Kjo ndikojnë edhe rrjetet sociale. Gjithmonë pretendojmë që të bëhem më shumë se dikush tjetër. Jo të jemi vetvetja, edhe për këtë arsye të krijohet një varësi që çdo herë pacientët kërkojnë sasi më shumë, dalin më shumë prej vetës, jo të qëndrojnë ata njerëz që janë, mirë po të shkojnë të egzagerohen. Mendoj që faktori këç ose kryesori që ndikon këtu janë rrjetet sociale, pastaj që takojmë çdo dytën femër me këto ndërhyrje, edhe automatikisht edhe ne ndikohemi prej këtyre rrjetet ose prej rrjeteve sociale që të vazhdojmë dhe të bëjmë ndërhyrje çdo herë. Po du me marrë një mendim edhe prej Alketës se sa ne shqiptarët kujdesemi për veten dhe sa kemi disiplinë në kujdesin për veten. Alketa? Përshëndetje Doni, përshëndetje Alban. Përshëndetje Alketa. Kërë tema është shumë interesante, duke qenë se këtë temë do të flasim në kafe, do të flasim në shoqëri. Mendoj që është me rëndësi me u trajtu edhe nëpër studio televizive. Kështu, kujdesin ndaj vetës e definoj jo vetëm si botox apo si fillera, që është ata që ka marrë konotacionin, për mua kujdesin ndaj vetës shkon shumë përtej. Për mua kujdesin ndaj vetës është ushqimi i mirë, cilën e praktikoj çdo ditë. Unë kujdesem shumë për ushqim, jam prej atyre njerëzve që gjithmonë mund ta shihni me kutinë e drekës në dorë, e marr drekën po thjesht gjithmonë me vete. Për mua po ashtu kujdesi ndaj vetës janë edhe ushtrimet apo ecja, se në ushtrime nuk jam e mirë. Ecja e çdo ditë, në fund për ecje sa që përdor një me transporti, edhe investimin në kohë të mirë me familje dhe shoqëri. Mendoj që kujdesi ndaj vetës i te kalon këto konotacione që i ka marrë tani për tani, sepse nuk është kujdes ndaj vetës vetëm me shku një herë në 6 muaj me mbush botox apo filler, po kujdes ndaj vetës është diçka që do të mendoj çdo ditë. Qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin mendor, siç tha dhe Albana. Kështu që është shumë e rëndësishme kujdes për veten, për faktin që mandej kur po bëhet trend, po është shumë vonë. Po çka po ndikon Alketa me na tregu, ndoshta nga kush po influencohen më shumë, e përmendi edhe Albana që ndoshta ndikimi i rrjeteve sociale është mjaft i madh që po ndikon kogja shumë, a ndikohemi ne shqiptarët nga rrjetet sociale në këtë aspekt, pra në këto teprime të cilat vetë i ceke edhe te? Po, mendoj që ndikohemi nga rrjetet sociale, për mbi gjitha është kjo ndjenja e përsosmërisë, arritja e përsosmërisë, edhe kjo mandej po na bën shpesh herë si shoqëri edhe me dalë prej vetës. Për shembull, isha duke thënë që është shumë më mirë që kushdo që ka interesim, kushdo që ka dëshirë, me fillu me ushtrime të përhershme, për shembull me palestër, me fillu edhe me bo si rutinë, se sa mandej ku po ka nevojë me heq kilogram të tepërt, po shkojnë dhe po sfilitën atë shumë sa që edhe vetë palestra po e humb efektin. Që po ndikimi është prej rrjeteve sociale, ndikimi është besa edhe prej televizioneve,
është prej mediave në përgjithësi, sepse glodit e më tepër ato reklamon, ato servohen si diçka që është e mirë, por në anën tjetër po e vrej një trend të ndryshëm, për shembull përderisa sa i përket fillerave, botoksit, kudo në përbot kanë fillu tash njerëzit me i heq, kanë fillu me urthy tek natyralja, të tek ne Kosova është diçka që vetëm se e ka hobin më të madh tani. Besoj që Albana edhe Nora kur na bashkangjitën si ekspertet e çështjes mund të flasin më shumë për këtë, po flas për diçka që unë e kam vrejt, po. Pra ke vrejt një kujdes të tepruar ndaj vetës, ndoshta edhe një keqkuptim të cilën po e bëjmë, sepse siç e ceke edhe ti kujdesi ndaj vetës përkajnë për shumë fusha të ndryshme, siç e the edhe ti ecja, ushqimi, mënyra se që ushqemi, e gjitha këto. Do të thotë jemi tu e keqkuptuar me një farë forme sipas te Alketa kujdesin ndaj vetës, apo? Po, jemi duke e keqkuptuar edhe për faktin që jemi siç është një që kemi shumë komplekse. Sepse kemi ne këto vajza, çdo mos vajza që nuk kanë kompleks për çfarë me shku me umbush botox, po e kanë kompleks me ecë me çantën e drekës, se nuk kanë dëshirë me i pa njerëz të tjerë që po marrin ushqim me veti. Që për mua ushqimi është baza e kujdesit ndaj vetës. Me ushqim të mirë që ne hajmë, e parandalojmë edhe plakjen, i parandalojmë edhe shumë sëmundje kardiovaskulare, tash pa dash me hyrë në kompetencë mjekëve apo Albanës që vetëm se është mjekë dhe e kinë në studio, po kjo është diçka që tash më dihet, është common sense. Kjo që ne parandalojmë shumë sëmundje, ne jemi shumë më të shëndetshëm nëse vetëm se hajmë ushqim të mirë, të cilën e përgatisim vetë. Ose tjetra edhe ecja, për shembull, njerëz më përpara shkojnë fitness me i bo 4-5 fato, me u lavdru para ndjekësve të tyre, sesa që preferojnë me ecë pak të 20 minuta, gjysmë ore gjatë ditës, sepse e kanë që është ky trendi me dalë në makinë, është ky trendi me tregu çka kemi. Kështu që po mendoj që po keq kuptohet sepse po largohemi nga ajo që është themeli, nga ajo që është baza. Dhe diçkaje që më tepër po bëhet për trend sesa për shembull me ushqim të mirëfillt, edhe me ujë 2 litra në ditë që është e rekomandueshme me i pi, edhe kujdesi ndaj lëkurës është shumë më i mirë, domethënë është një kujdesi ndaj lëkurës është gjithçka, besoj për këtë flasim me kompetencën e Albana dhe Nora, por ndërhyrje do të ishin shkalla e fundit e kujdesit, sepse ai kujdesi ndaj lëkurës do të fillojë në moshë qysh të re. Po, Alketa, vazhdo që ndronë e linë dhe më pas do të inkuadrojmë ko pas kohë këtu në debat. E kemi në studio edhe Nora mirë se erdhe. Falë për vonesë. Nuk ka lidhje, po i lajmërojmë edhe shikuesit që ndoshta ka pak kolon, kështu që kushdo që është duke shku në punë si diçka, është pak kolon, kështu që të keni kujdes, ose lajmëroni shefa që ndoshta po vononi në punë. Kujdesi ndaj vetës, Nora, disiplina apo një kujdes i tepruar, çka po ndodh deri sot me kujdesin ndaj vetës, sepse është një temë që po e dëgjojmë shumë kohëve të fundit. Unë gjithmonë e kam thënë që tani bukurinë po e dojmë të gjithë, edhe po dojmë të gjithë me u duk bukur, ndoshta edhe kemi një kujdes shumë mirë ndaj lëkurës, ndoshta shumë më mirë se që ka qenë më herët, duke përdorur ndoshta atë rutinën ditore, ku përdorim serume të ndryshme, krema të ndryshme, hidratues të ndryshëm, të cilët na e mirëbajnë lëkurën. Mirë po nështë një diçka që nuk po më pëlqen është për shkak se ka fillu me u tepru sa i përket injektimeve për shembull të fillerit cili jep volume, ne e dim që ai jep volume, ndoshta kjo pjesë nuk po më pëlqen sepse ndoshta është tepru në këtë pjesë. Ndoshta kishte qenë më mirë me qenë sa më natyrale. Mirë po sa i përket skin boosterëve të ndryshëm, të cilët na e mbajnë lëkurën dhe nuk na e lënë ndoshta me u formu rrudhat, me u thellu, me u bë shumë thella, atëherë po ajo është një mirëmbajtje shumë e mirë. Sikur higjienën që e mbajmë, po ashtu edhe lëkurën duhet me mbajt me këto lloj ndoshta me këto lloj krema apo hidratues të ndryshëm, të cilët na bëjnë me u duk më fresh dhe më bukur, pse jo? Po, a mundemi Albana me mbajt ose me u kujdes për veten me produkte shtëpiake, sepse kemi pa edhe në rrjetet sociale, edhe në për shumë ndoshta qendra të cilat e rekomandojnë kafen, mjaltën, vezën për të kujdesur për veten, për fytyrën, për lëkurën. Sa janë efektive këto dhe ndoshta sa janë të shpeshta në përdorim? Liridon nuk do të thotë që pa tjetër një doktor mundet me të kry punë ty për me mirëmbajt lëkurën tënde.
Esenca është që na ta kemi një rutinë të përditshme, të aplikojmë SPF-a, të bëjmë këto maskat që janë në shtëpi, edhe nëse çdo herë kemi si rutinë ato, atëherë do të ketë një kujdes, edhe nuk do të thotë patjetër marrë të na për me bo botoksa, filera ose tretmane tjera të fytyrës. Mirë, po çdo herë është mirë edhe kjo pjesa e kontrollave tek doktorat në mënyrë që të eliminojmë nëse veç kemi ndonjë problem prezent. Po, Nora, një mendim rreth kësaj, sa janë të vërteta këto ndoshta ndikimet që mundet t'i ketë kafja, mjalta, veza që përdoren në kushte shtëpiake për ta trajtuar ose për ta bërë një trajtim për lëkurën, për fytyrën? Në kushtet e shtëpis, po, pse jo, edhe unë për veti i aplikoj shumë shpesh, edhe vezën edhe mjaltën, se i dim benefitet e vezës, i dim benefitet e mjaltës, po ashtu edhe pembe. Unë kam disa pacientet të cilët më thonë se cilën pemë që ndoshta që e përgatisim për me ushqy, lëvorët e tyre i përdorin për pjesën e lëkurës dhe kanë një ndikim shumë mirë. Fakt e kom provu edhe vetë, për shembull tek pjesa e bananës, tek lëvorja e bananës, tek lëvorja e mollës, do me thonë kivi, edhe mundësh e është ndoshta një serum shumë natyral që mundesh me përdor për lëkurën dhe po ja vlen. Gjithmonë, edhe unë për vete i bëj dhe ndoshta si kualitet është më i mirë për shkak se nuk i ka ato toksinat që ndoshta këto krejt serumet tjera i kanë. Pra do të thotë pas produkteve siç është mjalta, kafja dhe veza, mundet të përdorin edhe ndoshta siç e the edhe te keve, molla e këto gjanat e tjera, po? Vaj ullirit, po, edhe vajin e ullirit, për shkak se me hidratu lëkurën. Alketa, sa i përdor ti këto produktet shtëpiake për ta trajtuar ose për ta mirëmbajt lëkurën? Unë i përdor pas here, më shumë i kam përdor në të njerëzitat e mia, kur kam pas kushte më pak ekonomike, sepse kam qenë studente. Tash i përdori më pak, jo për faktin që mendoj që nuk kanë efekt, sepse që sa dhe Nora, mendoj që kanë efekt shumë të mirë e natyrale, pajto me të, sepse dhe unë kam parë shumë vajza që i përdorin këto produkte dhe kanë lëkurë shumë të mirë mbajtur, por tani më vetë se dinamika e jetës e ka bërë vetën, koha që ne e kam dispozicion basi më u trajtu është shumë e pak, kështu që më tepër fatkeqësisht shkoj për produkte komerciale, produkte industriale. Por po, për shembull, në atash nëse e marrim... Po që po besoj këto produkte i merr gjithmonë me rekomandime, apo? Realisht me rekomandime do të ishte mirë, po për qenë sinqert, tashte interneti na u ka bërë ChatGPT-ja interneti, na u ka bërë rekomandus, po shpesh herë konsultohem edhe me Norën, cilën e keni prezente, për rutinë, jo domosdoshmërisht për produkte natyrale, por për rutinën e mirëmbajtjes së fytyrës, që mendoj që është një prej profesionistëve të fushës, mendoj që është një vlerë për mua që e njoh, por edhe të rishikuesit tuaj që po marrin këshilla nga ajo, po ashtu edhe nga Albanat, me cilën bashkë kemi ndarë disa këshilla, por esenca është domethënë që gra gjatë gjithë historisë janë mirëmbajtur. Mirëmbajtja e grave nuk ka lindur, jo vetëm e grave, se po shprehem pak keq, kërkoj falje, mirëmbajtja në përgjithësi, sepse mendoj që dhe burrat është mirë të kenë një rutinë mbajtje. Nuk është diçka që ka lindur tani. Tani është përhapur falë rrjeteve sociale. Kjo është diçka që ka ndodhur gjatë gjithë historisë, që gratë nëse e marrin me mendësi janë mirëmbajtur përpara, sigurisht që ata e kanë bërë me produkte natyrale, nëse flasim kohën e Kleopatrës, që njihet për një rutinë shumë të mirë të mirëmbajtjes, nuk ka pas atë SPF, nuk ka pas seruma, ajo është mirëmbajtur me produkte shtëpiake, produkte natyrale. Po du me undalë tek një çështje tjetër që është shumë delikate dhe shumë e ndihshme, sidomos kohëve të fundit, po shohim ndoshta shumë probleme të ndryshme të njerëzve të cilët po i kanë me lëkurën, çka ndikon në plakjen e lëkurës ose në mos kujdesin e mirë të lëkurës. Kohëve të fundit trend është edhe solariumi, pra më na tregu pak a shumë në këtë pjesë. Unë mendoj që plakja mundet me qenë gjenetike, po ashtu një rol shumë të rëndësishëm ka edhe jetesa, stili jetesës, ushqimi që ti përdor, po ashtu ekspozimi, një rol tjetër kryesor është ekspozimi ndaj diellit. Ne e dim që rrezet ultraviolete ndahen rreze UVA dhe UVB. UVA janë ato të cilat djegin dhe UVB janë ato rrezet të cilat edhe në ditët me shi shkaktojnë plakjen.
Do me thënë, SPF-i gjithmonë duhet më përdor, qoftë në ditët me shi, qoftë në diell, duhet më u vendos për shkak që me pas një lëkurë që mos të jetë, ndoshta mos më u shkaktu rrudhat shumë shpejt. Po ashtu një diçka tjetër që është shumë rëndësishme për mos me leju plakjen, është përdorimi i Skin Booster. Skin Booster e hidraton lëkurën, po ashtu e stimulon kolagjenin, ka aminoacidet, peptidet, vitaminat e duhura, të cilat ndoshta organizmi deri në moshën 24 vjeçare i prodhon, mirë po pas moshës 24 vjeçare të gjitha këto që i përmenda stopohen, nuk prodhohen më nga organizmi dhe mendohet që fillon plakja. Prandaj ne injektojmë këto Skin Booster në mënyrë që të kemi një rifreski dhe të rinojmë lëkurën. Mirë po, unë gjithmonë e ceki që rëndësi shumë madhe ka edhe stili jetesës. Pagjumësia si dhe ushqimi luajnë mendoj që rolin kryesor në plakjen e lëkurës. Pra do thotë këto janë disa prej aktiveve kryesore në të cilat duhet të kemi shumë kujdes për të mos e plakur lëkurën. Në rregull. Cili është trendi i fundit i kujdesit ndaj vetes, të ndërhyrjeve estetike? E përmendën në fillim të bisedës që tashmë po shkojmë ka gjërat më të thjeshta, pak më të lehta. Pse po ndodh kjo? Çka ndoshta i ka bëu me reflektu njerëzit që mos më bëjnë ndoshta ndërhyrje të tepruara? Ty pa shumë njerëz që po egzagerohen ose po i keq përdorin këto ndërhyrjet estetike, për shtë arsye ka ardhur që kohëve të fundit u stagnu kjo aplikime i këtyre produkteve, edhe po shkojnë gjithmonë ka pjesa më natyrale, një hidratim më i mirë si që ceki edhe Nora, një shkëlqim, një rinim i lëkurës, e jo më egzageru. Jo aplikimi i sasive të mëdhaja të fillerit, jo ato trendet si qka që janë më herët, buzë të fryera, molzat fryera, tash gjithmonë e më shumë po shkojnë ka natyralja. Pacientët e me zakonisht dojnë për me bo, mirë po ajo që jo mu largu prej tipareve të veta, jo mu njofë si dikush tjetër, mirë po gjithmonë duke qëndru vetvetja dhe në soazat normales. E kjo pëmbën muni mirë edhe mu si profesioniste e fushës, në mënyrë që mos egzagerohen, mos dalim prej vetës, se edhe për neve është një emet shumë e madhe, nëse na del pacienti 50% ma ndryshe se sa që ka hi në klinikën tonë. Nora, e përmendje edhe Alketa pak më herët që edhe meshkujt shqiptarja ka nisë me kujdes shumë për vetën edhe për lëkurën, po që nuk po mungojnë edhe paragjykimet. Çka po kërkojnë më shumë meshkujt shqiptar për kujdesin ndaj vetës? Po, edhe mashkujt kam fillu me u mirë mbajt, po besoj që këto rutinën ditore e bëjnë edhe mashkujt, ndoshta ka shumë prej tyre edhe që nuk e aplikojnë. Mirë po sa i përket ndoshta injektimeve, kam fillu me bë edhe ata Skin Booster të ndryshëm, filler të ndryshëm, mirë po zakonisht ata çdo gjë që e kërkojnë shumë natyral. Nuk dojnë asnjëherë me u dalë prej vetit dhe nuk dojnë asnjëherë me dalë jashtë atyre tipareve mashkullore të tyre. Edhe kjo më pëlqen shumë, fakt unë gjithmonë e rekomandoj edhe për një femër në mënyrë që të dukesh natyrale dhe mos ti të kalosh tiparet e tua. Mirë po, ndoshta ka edhe shumë të tillë që ende për shkak të paragjykimeve nuk e marrin ndoshta guximin me ardhur deri te klinika dhe ndoshta me po qoftë edhe një Skin Booster të thjeshtë. Po e përmendi atë shumë këtë pjesën e Skin Boosterit për shkak se dimret, ne e dimë që për shkak të ftohtit lëkura ka thatësi. Dhe në mënyrë që ne e dimë që lëkura e thatë, shfaqja e rrudhave është më e shpejtë tek lëkura e thatë, kështu që në mënyrë që mos ta lejojmë këtë gjë, atëherë duhet gjithmonë me i përdor këto që i përmenda, për shkak që kur dalim verës, të dalim ndoshta me një lëkurë të hidratuar dhe me më pak rrudha. Mirë po pse jo edhe mashkujt, pse mos me mbajt vetën, jo vetëm femrat, po të gjithë duhet më u mirë mbajt, ndoshta në të gjitha aspektet, edhe sa i përket ushqimit, edhe sa i përket gjumit, edhe sa i përket ndoshta një rutine të mirë mbajtjes së lëkurës. Deshta më ndërlidh të Nora, mashkujt ndoshta janë më manjak se femrat këtë pjesën e ndërhyrjeve estetike, po flasë për një përqindje, mirë po problemi kryesor tek mashkujt është që nuk dojnë mu dok, edhe nuk dojnë me di tjertë çka kanë bëhen. E qëto, nëse na i largojmë çto komplekse, besoj që përqindja ka me qanë, po tuaj se e njëjtë ose edhe më e lartë se tek femrat. Pra arsye që femrat e kanë kohën më të kufizuar, edhe pjesa familjes, fëmijëve, e largojnë ma shumë këtë pjesën e përkujdesis sa mashkujt. Jemi drejt fundit të bisedës. Për fund kisha dashur nga të dyjat një këshill për krejt ata të cilët janë duke na ndjekur siç na shohin më vonë në kanalet tona zyrtare, si të kujdesemi ndoshta më mirë për veten.
po gjithmonë në momentin kur e kemi një shëndet të plot, atëherë po vjen shprehje edhe kjo pjesa e estetikës. Mirë po në gjithmonë ndoshta i kisha rekomandu ushqimi, unë besoj që është, thash edhe më herët, që është pjesa kryesore që ty të bën më u ndi shëndetshëm, gjumi, edhe më pas këto pjesa e rutinës së mbajtjes së skincare të fytyrës, po ashtu edhe pse jo edhe gjatë injektimeve, mirë po gjithmonë në dozat e duhura, edhe mos të kalosh dhe të ndoshta të bësh dikush tjetër dhe të mos dukesh që ke qenë ajo që je. Kështu që gjithmonë në dozat e duhura dhe në ndoshta në një proporcion me fytyrën tënde. Albana? Kisha këshillu krejt njerëz që të kenë kujdes sepse ne jemi përgjatës shëndetit tonë. Okej. Alketa, shkort një këshill ndoshta për krejt ata të cilët janë duke na ndjek? Pajtohem me ato që u tha nga dy doktoreshat e nderuara, nuk kam asgjë për të shtuar. Kisha dashur të ndal te rëndësia e ushqimit, sepse me të vërtetë mendoj që është vitale jo vetëm për shëndetin e lëkurës, por për shëndetin në përgjithësi. Dhe që për shëndetje për juve, shpresoj që të shihemi prapë së shpejti. Më dhe një temë po kaq interesante. Patjetër, do të kemi mundësinë edhe hapësirën që të diskutojmë tema të ndryshme që preokupojnë publikun. Unë po ju falenderoj shumë përzemërsisht që ishte sot në studio dhe i ndat këto këshilla edhe krejt këto gjana me shikuesit dhe dëgjuesit e televizionit #Gjese. Faleminderit.